Çfarë ndërhyrje e kod dhe dëshpëruese, çfarë fundi i trishtueshëm për politikanin më të talentuar të brezit të tij. Sot Tony Blair u përpoi sërish të marrë vëmendjen e debatit politik me një vizion për të ardhmen e politikës centriste, por ai nuk tingëllonte si Emmanuel Macron apo si Anthony Giddens. Megjithatë i të kujtonte Jeremy Corbyn, një njeri jashtë një relik e një bote të vjetër, pas një lidhje reale me të ren, mendon Jan Dant në analizën e tij për The iPaper. Një njeri jashtë një relik e një bote të vjetër, pas një lidhje reale me të ren. Ai ende di si të dominojë agjendën mediatike. Eseja e tij u shpërnda gazetarëve të martën në embargo dhe u publikua në momentin ideal për gazetat dhe edicionin kryesor të lajmeve të mbrëmjes, duke siguruar jehon maksimale. Më pas vijoi turneun klasik në emisionet radiofonike të mëngjesit. Në tekst kishte ende ato shkëndijat karakteristike të elokuencës së Blairit, si paralajmërimi i tij se Britania po hyn në një rrëshitje të gjatë drejt rënies nga Liga Elitare e Kombeve. Nuk është Shakespeare, por është komunikim politik i rrjedhshëm dhe instiktiv, një aftësi që sot mezi shihet. Politikanë të tjerë do të ndërtonin fushata të tëra mbi slogane që Blair i hedh thjesht si fraza kalimtare. Në thelb të shkrimit të tij kishte edhe një të vërtet. Qeverisë aktuale laburiste i mungon një ide qendrore që t'i jap kuptim dhe drejtim. Qeveritë e mira, thot ai, nisin me një ide, një projekt, një qëllim qeverisës, një analizë të asaj që nuk shkon dhe një plan për ta ndrejtur. Këtu ka plotësisht të drejtë. Pikërisht kjo i mungon sot laburistëve dhe duket sikur as nuk shqetësohen shumë për ta gjetur. Problemi nuk qëndron te diagnoza e Blairit. Problemi është receta. Idetë e tij janë ose të zbrasta ose të dyshimta, për shkak të interesave ekonomike që fshihen pas tyre, ose krejt të papërshtatshme për kohën ku jetojmë. Për një mori çështjesh politike, sugjerimi i tij reduktohet në diçka banale. Thjesht bëjeni të funksionoj, rregulloni sistemin social, ndalni emigracionin ilegal, krijoni rritje ekonomike, përmirësoni shëndetësinë. Dakord, por si? Askush nuk e thot. Blair duket se beson se pengesa kryesore nuk është vështirësia reale e këtyre problemeve, por mungesa e vullnetit për t'i kuptuar. Edhe temat ku ai beson vërtet trajtohen me një naivitet pothuajse maramendos. Një pjesë e madhe e artikullit i kushtohet pashmangshmërisë së inteligjencës artificiale, të cilën ai duket se e sheh si proces që duhet lënë i lirë, pa shumë rregullim. Por pikërisht sepse inteligjenca artificiale sjell njëkohësisht mundësi dhe rreziqe, ajo kërkon politika serioze. Të nxitet ajo që sjell dobi, të frenohet ajo që dëmton, të ritrajnohen punëtorët që humbasin vendet e punës, dhe të mendohet që tani për profesionet e reja që do të lindin, të rish më njan duke thënë sa e mrekullueshme është e gjitha kjo, nuk është strategji. Shumica e rekomandimeve të Blairit përputhen çuditërisht mirë me interesat e tij financiare. Fondacioni Larry Ellison, drejtuesi të Oracle, ka dhuruar 10 miliona për Tony Blair Institute of Global Change. Kompania Ellison ka investuar masivisht në inteligjencën artificiale dhe tani Blair promovon pikërisht këtë vizion për AI-n, sidomos në përdorimin e të dhënave shëndetësore. Instituti i Blairit bashkëpunon gjithashtu me kompani të karburanteve fosile dhe shtete naftprodhues, madje ka nënshkruar së fundmi një marrëveshje shumë milionshme me qeverinë saudite. Ndërkohë Blair sulmon objektivat net zero, ndoshta një nga fushat ku qeveria laburiste ka patur suksesin më të madh dhe mbështetjen më të gjerë publike, por dështimi i vërtet i Blairit është pa aftësia për të përshtatur me botën moderne të aspekt. Ai ngjan me sindikalistët e vjetër, e dikur i zëvendësoi në Partinë Laburiste, ka rënë në të njëjtat gratka psikologjike, politika ka ndryshuar, gjithçka është transformuar me shpejtësi të madhe. Kjo është çorientuese për të gjithë, por disa njerëz kanë ditur të përshtaten, ndërsa të tjerë kanë mbetur të ngujuar në të shkuarën. Të gjithë e dinë bindjen e Blairit për marrëdhënie transatlantike. Britania duhet qëndrojë pranë Amerikës. Mund përpiqesh të ndikosh Washingtonin, por jo të shkëputesh prej tij. Kjo bindje, që sot ngjan më shumë me një fe sesa me analizë politike, e ka shtrembëruar mënyrën si ai e sheh administratën e Donald Trump. Nga kjo anë e Atlantikut, po na thuhen disa të vërteta të hidhura, shkruan Blair. Amerikanët, sipas tij, duan një Evropë më të fortë dhe më të aftë, jo të ndarë prej tyre. Ata mbeten aleatët tanë, por ky vlerësim është i gabuar. Trump nuk kërkon partner të fortë, por vartës. Ai e sheh botën si një rrjet interesash personale dhe preferon dobësimin e Europës. To janë gjëra të dukshme. Administrata Trump ka treguar mbështetje për forca politike që minojnë Bashkimin Evropian dhe ka shfaqur simpati për qëndrimet e Rusisë në Ukrainë. Duhet një verbëri e thellë për të mos i parë këto. Dhe kjo verbëri buron nga ideologjia. Blair do ta mohonte këtë, por ai është bërë i ngjashëm atë që dikur i kritikonte, i bindur në një botë që nuk ekziston më. Është një fund i trisht për një mendje të madhe politike, pavarësisht debatit për Irakun. Blair la pas një bilanc të rëndësishëm qeverisës në shëndetësi, arsim, transport, punësim të rinjve dhe politikën europiane apo çlirimin e Kosovës. Mund të kishte ekzistuar një version tjetër i historisë,
ku ai do të mbetej një ish kryeministër i vlefshëm që ofron këshilla të maturuara për qeverisje të mirë.